Po këtë, në këndvështrimin tuaj, se unë kam një nga organizatorët e protestës dhe ndoshta mund ma sqaroj, kjo është nga protesta apo është një lëvizje opozitare? Ka mund si thonë atë protestën, unë nuk di kujt m'ia vun kapelën, ai zotëria aty mund të jetë shumë njëri i nderuar, se të bësh protestë nuk është gjë e keqe. E kam thënë, po disa eksponentë protestës duket kanë humbur ekuilibrin, nuk dinë se çfarë bëjnë. Ma thoi çfarë do thotë protestat, hynë një 5 vetë nga Tirana, një 3 nga Lezhë, hynë mes pushuzëve në Shëngjin. Ke informacion Ilir? Ja ta sqaroj Ilir me që ka informacion. Ja një sekond, të lutem. Çfarë do të thotë kjo? Ka mundësi ta ma shpjegoj. Ma sqaro pak Ilir, po. Në radhë parë përshëndetje kryetarit Bashkisë Lezhës. Po. Unë isha një nga ata personat që ishim në Shëngjin. Po. Ishim Pas të qenë nga Tirana, po nga Tirana ishit. Po, ishim një pjesë nga Tirana dhe një pjesë ishin të Lezhës edhe të Shëngjinit. Tre vetë kishin nga Lezhës, kishin marrë 2 nga Tirana të Lezhës. Se unë rastisht nuk e dija që ishte Iliri, ja ta sqarojmë që ka shumë e burë kjo, po. Në kuadër të shpërndarjes protestës në çdo qytet, ne një masdite jemi mbledhur në qytetin e Shëngjinit, në shëtitoren e qytetit Shëngjinit, kemi shpërndar disa tushka, që është gjë më normale, turistët ata gjithë që ishin atje shqiptarë dhe Kosovës, shqiptarë tanë, domethënë njerëzit qytetarë të Lezhës dhe Shëngjinit, na kanë mirëpritur dhe nuk kemë pasur asnjë reagim negativ prej tyre. I vetmi reagim negativ. Keni patur thirrje? Keni bërë thirrje? Megafon, patjetër, thirrjen megafon janë bërë për gjatë, ne bëm thjesht një ecje për gjatë shëtitores së Lezhës. Patjetër u thanë disa prej thirrjeve që thuhen dhe në protestë, ndërto dhe kjo Rama-Burg, Berisha-Burg, apo dhe thirrje tjetër Rama-Doraqen, që ishin thirrje qytetare, nuk kishte asnjë. Rama e Doraqen, se për Berishën s'jam më thonë ju, po. Jo, kemi thënë mund të shikosh videot, unë mund t'ja jap Denisit video se kemi thënë. Berisha e Doraqen, ato që i ke aty i ketë Berishës ato 3 nga Lezhë dhe shti, mos na bëni sikur shtjojmë njerëz tash. Tash unë nuk e di si që është tek, unë di të them që këto thirrje janë bërë atje. I pyesni njerëzit kur vinin Lezhë se çfarë janë aktivistë nderuar, zoti kryetar i Bashkisë, janë aktivistë nderuar që janë marrë me çest me disor, janë marrë me rjollin disa prej tyre. Aktivistë që janë pasuru me korrupsion familjar të tyre, po mos më rritu hap karta tash t'ju kush janë korruptuar? Ata janë aktivistë, zotëri. Nuk janë me korrupsione me gjë fare. Janë pasuru, janë stër pasuru, janë stër të pasur. Nuk bëj biografinë e njerëzve. Merrni familjar të tyre sa lek kanë pas para se të ishin në Zotëri, ne nuk bëjmë biografinë. Se them që këta kanë qenë aktivistë që janë marrë me çështjen e rjollit. Tash nuk e di nëse bëjmë biografi këtu. Kanë një mal me kusure për korrupsion aty, apo do t'ja hap ne nuk merrem me biografi, ne merremi them që janë aktivistë që janë marrë me rjollin, që janë marrë me Zvërnecin, që kanë çarë kokën Zvërnec, që kanë ardhur aty të gjithë. Ju hapni gjithkujt fotografinë edhe ato biografinë ne jo. Zoti kryetar, unë nuk ku është e keqe që të vesh në Shëngjin dhe të bësh një protestë paqësore, pa dhun pa gjë. Do të pushosh, a vend që pushohet aty. Aty nuk ka vend që bëhet. Nuk është vend që bëhet propagandë turistike? Patjetër në zonat turistike mblidhen unë jam plotësisht pro protestës. Në zonat turistike është e duhur një